Kur sprovat, fatkeqësitë, sëmundjet e tepërta të kanë lodhur dhe të duket se kjo botë është ngushtuar pavarësisht gjërësisë së saj, kujto se ti ke një Zot i cili është bujar, i mëshirshëm ndaj robërve të tij, në veçanti kur ata kanë nevojë. Jeta e njeriut në këtë botë kalon nëpër etapa dhe faza të ndryshme, mes ngritjeve dhe uljeve, pra ka batica dhe zbatica. Ndonjëherë njeriu është i pikëlluar, ndonjëherë është i mërzitur, ndonjëherë është i shqetësuar, ndonjëherë është i gëzuar, ndonjëherë çan, ndonjëherë buzëqesh, ndonjëherë është i nxënë e ndonjëherë është i lirë. Po jetojmë në mesin e një shoqërie në zamanin tonë, në kohën tonë, që brengat, mërzijat, shqetësimet, pikëllimet tek njerëzit janë shtuar. Disa të tjerë ankohen si shkak i gjendjeve të tyre jetësore, disa të tjerë ankohen si shkak i brengave të shumta, disa të tjerë nga borxhet e thella, e disa të tjerë janë lodhur nga sëmundjet e tepërta. Por vëllezër besimtar, dini se kjo jetë nuk ka mundësi të vazhdojë në një jetë përgjithmonë e njëjtë, sepse Allahu Azza wa Jall ka mundësi ta ndryshojë gjendjen prej një gjendjes në gjendjen tjetër. Tha Allahu, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Më të vërtet ne e kemi krijuar njeriu në vështirësi, por dije se pas vështirësive Allahu te bareke wa taala asjell lehtësimin, sepse ky është një premtim hynor ku thot fa inna ma'al usri yusra, më të vërtet me vështirësinë, pas vështirësisë do të vijë lehtësimi. I dashur vëllai besimtar, kur sprovat, fatkeqësitë, sëmundjet e tepërta të kanë lodhur dhe të duket se kjo botë është ngushtuar pavarësisht gjërësisë së saj, kujto se ti ke një Zot i cili është bujar, i mëshirshëm ndaj robërve të tij, në veçanti kur ata kanë nevojë. Amman yujibu al-mutarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Po thot Allahu Azza wa Jall, a nuk është Allahu te bareke wa taala ai i cili ju përgjigjet nevojave të nevojtarëve kur ata kanë nevojë, dhe Allahu ju largon të keqen, Allahu ju largon mërzit e pikëllimet e shqetësimet, e sprovat e fatkeqësitë, e smundjet të cilat ju i keni, nuk ka zot tjetër përveç Allahu te bareke wa taala. Mirë po ju pak jeni duke përmendur Allahun te bareke wa taala. O ju besimtar, kur sprova të godasin, mos mendo se ti je i pari dhe i fundit që je goditur me këto sprova dhe fatkeqësi apo sëmundje, por kujto se edhe njerëzit të cilët ishin para teje u goditën me sprova të ndryshme, por sprova kaloi, vështirësia u largua dhe erdhi lehtësimi prej të Madhit Zot. Kujto rastin e Jusufit alayhis salam, qysh nga fëmiria kaloi në peripeti të ndryshme, në një moment një jetë të vështirë, fillimisht u hodh në fund të humnerës, me pastaj u shit për një rob me një çmim shumë të pakët, me disa dirhem shumë të ulët, me pastaj u akuzua në nderin e tij, në moralin e tij, me pastaj u burgos padrejtisht, subhanallah, profeti i Zotit, sprov pas sprove, fatkeqësi pas fatkeqësive, musibet pas musibetit, për cili ishte fundi i Jusufit alayhis salam. Wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin. Po thot Allahu te bareke wa taala, pas krejt këtyre vështirësive që i kaloi Jusufi alayhis salam në jetën e tij, ne ja mundësuam të jetë në një pozitë të lartë në atë vend dhe i dhuruan çfarë do që ka dëshiruar Jusufi alayhis salam, Allahu ja ka dhënë, dhe ne po thot Allahu me mëshirën tonë i mëshirojmë robërit tonë të cilët i dojmë shumë në veçanti, dhe punë mirëve nuk ja humbi mundin asnjëherë. O vëllezër, mesazhi i Jusufit alayhis salam për neve është i qartë, se pas vështirësive vije lehtësimi, me durimin vije fitoria dhe ngritjen në pozitën të lartë në të cilën ti e don. Kështu ishte Jakubi alayhis salam, kur e humbi djalin e tij, filloi të mërzitej, filloi të pikëlloi, filloi të çonte me dënes ditën dhe natën, siç e përshkruan Allahu në Kur'an, wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. Aq shumë ka qa, aq shumë është mërzit, aq shumë është piklu, syt e ti janë vërbru, subhanallah. Kaluan vitet, kaluan sprovat, fartadda basira. Allah po thot, ja kthyer në shikimin, dhe jo vetëm kaq, ja mundësuam që ta shikon përsëri djalin e tij Jusufin alayhis salam.